Ka kaluar goxha kohë nga sulmi me armë që është bërë ndaj shtëpisë së prindërve të tu. Unë nuk kam pasur mundësi të të pyes përpara, po dua ta di si e ke përjetuar. Ajo është një ngjarje tronditëse për mua dhe për familjen. Por është një çështje që ju përket autoriteteve të merren me të. Kushdo që të ishte në vendin tim dhe uroj kurrë të mos jetë përpara një situate të tillë, patjetër që e kupton tronditjen që vjen. Por ju thash, unë jam një vajzë, jam rritur në një familje të madhe, familja ka qenë mbështetja ime më e madhe dhe ju kam borxhet, nëse unë jam në borxh me dikë në këtë jetë, sikur sot të mbyll syt, janë dy kategori, familja ime dhe vajzat e mia. Askuj tjetër. Kështu që ata më kanë qëndruar dhe vijojnë të më qëndrojnë pranë në çdo të mirë dhe të keqe, sepse ndonjëherë jeta të përplas edhe në dallg që nuk i pret. Por realisht, dhe më beso për këtë, jam shumë e sinqertë, unë jam natyrë që çaj rrallë ose kur çaj në shtëpi kur nuk më sheh askush, jo në publik. E them gjithmonë brenda vetes, faleminderit pafundësisht që kanë rastisur të jenë prindrit e mi, motra dhe vllai, të cilët kanë qenë gjithmonë sa herë unë kam patur nevojë. Nuk e ke idenë se sa herë unë kam mbetur në ngjarje dhe familja ime nuk është kursyer. Shkojmë ne, i marrim vajzat në shkollë, shkojmë ne bëjmë për të ngrënë, shkojmë ne i dërgojmë në kurs. Për çfarë ke nevojë? Sa herë që unë kam ngelur pa një këmishë në transmetim në orë të gjata, më kanë sjellur këmishën të hekurosur. Sa herë nuk kam arritur dot të gatuaj, më ka ardhur mami me tasin e supës apo me një gjë të shpejtë. Edhe nuk kam thënë asnjëherë faleminderit, po faleminderit që ma dhe mundësinë t'ua them sot. Faleminderit me përulje familjes time dhe ju jam borxh për çdo kontribut dhe mbështetje që ato më kanë dhënë.